jetës së dëshmorit Adeut Enea Mekolli është një ngjarje shumë e rëndë, ashtu siç është i rëndë çdo incident që kryhet në funksion të ushtrimit të detyrës, e mbi të gjitha një detyrë kaq fisnike sa mbrojtja, garantimi dhe siguria e rendit publik. Ngushëllime të gjithë familjarëve, ngushëllime kolegëve të tij, ngushëllime trupës së punojësve të policisë së shtetit, është një nga ato ngjarje të cilat na bëjnë të reflektojmë thellë mbi sakrificën dhe mbi përgjegjësinë që ushtrimi i kësaj detyre mbart, duke përfshirë aty edhe të gjithë ngarkesën që familjarët, miqt, kolegët kanë në momente të tilla për çdo punonjës edhe efektiv të policisë së shtetit. Ngushëllime të gjithëve se në fakt në këtë ditë është një reflektim për gjithë shoqërinë për të garantuar akoma më shumë përgjegjësi dhe për të reflektuar akoma më shumë kur vjen puna tek sjellja qytetare dhe patjetër pastaj edhe tek përgjegjësia përpara ligjit.